Zoti Prenga, duke mbetur sërish tek raporti me UÇK-n, a mendoni se mënyra se si e ka trajtuar vetë Edi Rama këtë rast, reagimi i tij, por edhe reagimi i kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, i cili publikoi atë listë pagesë të ushtarëve të UÇK-s, ku midis tyre ishte edhe heroi Tahir Sinani, i cili ka rënë dëshmor në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës për çlirimin e vendit. A nuk mendoni në këtë rast se mënyra se si u solle gjithë kjo nga qeveria e Edi Ramës çon ujë në mullirin e Serbisë, pra për ta cilësuar ushtrinë shqiptare të Kosovës si ushtrim mercenarësh? Kjo normalisht ka ndikimin e vet, është tepër e vështirë për të dhënë definicione fundore. Patjetër, jo definicion, por në mënyrë indirekte, domethënë. Në mënyrë indirekte, s'duam ne ka ndikim dhe për fat të keq këtu demokracia e brendshme së pari e dy partive që kanë drejtuar këtë vend për 35 vite, si e Partisë Socialiste ashtu dhe Partisë Demokratike, për fat të keq ka vdekur në 2008, atëherë kur dy liderit e partive që janë dhe sot, si zoti Berisha, ashtu dhe zoti Rama, ndryshun kushtetutën brenda një nate dhe ndryshun kodin zgjedhor, e për fat të keq ata nuk janë vetvetja asnjëri, ata duhet të sillen ashtu siç do Rama, siç do Berisha, në të kundërt ata nuk mund të jenë as deputet, as në parlament, as në qeveri, e mundet të përfundojnë edhe në ndjekje penale në burgje, sepse një pjesë e mirë e tyre për fatin e keq tyre dhe tonin dhe të popullit shqiptar, ata janë me dosje, janë të komprometuar, janë të korruptuar, pasi nuk i mbështesin arritjet e gjithçka çfarë kanë vendosur tek aftësia e tyre e profesionalizmi, por i mbështesin ke servilizmi, ke mediokriteti, ke bindja qorrazi e zbatimit të detyrave që ju japin si kryetari i të majtës ashtu dhe kryetari i të djathtas. Dhe kjo ka bërë që për fat keq sot të vim në një kohë kur edukimi, formimi, kualifikimit brenda dhe jashtë vendit të rinë të reja ekselent nuk ju hapet rrugë dhe vazhdojmë të përfaqësohemi me mediokritet në parlament, që asnjëherë parlamenti shqiptar nuk ka qenë në këto nivele për sa i përket përfaqësimit, për sa i përket moralit, dinjitetit të përfaqësimit të këtyre deputetëve. Dhe për fat keq ata rrinë si kur u flet ai duket sikur është i dërguar i Perëndis në tokë, dhe këta janë qenje të cilat duhet bëjnë yes man ose LPP që si e përdorim në turqishtën e vjetër, ose u ngjelet vetëm të ngrejnë kartonin dhe tulin kartonin sipas urdhrave. Kjo ka bërë që kjo demokraci që kemi pritë shpresuar shumë të kthehet në një stabilokraci e brendshme që i shërben edhe për fat keq edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian të marrë së bashku, por edhe të vendeve të marra një nga një, të shohin e të interesohen për ato çfarë përfitojnë nga Shqipëria dhe mos të shohin se kush është situata reale e çfarë drejtimi ka marrë Shqipëria me shqiptarët, me brezin e ri që po e lën çdo ditë për të larguar paktim. Dhe kjo është një arsye më shumë se madhore për të reflektuar drejtimi politik që kemi patur në 35 vite. Kjo është ajo të cilës ata duhet të kthejnë e të shohin veten e tyre, çfarë kemi bërë mirë dhe çfarë kemi bërë jo mirë. Dhe shumica e tyre edhe e vendimeve që kanë marrë nuk janë e s'kanë qenë asnjëherë në favorin e qytetarëve shqiptar. Zoti Prenga, duke mbetur te rasti i UÇK-s, duhet lexoj në këtë rast dhe reagimin që ka bërë vajza e Tahir Sinanit kundrejt publikimit të kësaj listë pagese, e cila në reagimin e saj thekson se sapo pash letrën e publikuar nga Taulan Balla, kinse një listë me emrat e mercenarëve në UÇK, se kështu i quka ai luftëtari i lirisë. Një letër gjysmake pa specifika, ku në krye qëndron emri i babait tim, heroit kombëtar Tahir Sinani, njeriu që sakrifikoi çdo gjë për çështjen kombëtare, çlirimtari i 3 luftrave. Sot Taulan Balla, një mbetje e politikës shqiptare, përdhos dhe fyen emrin dhe gjakun e babait tim. Vetëm një i paskrupullt mund ta bëj këtë. Taulan Balla urgjentisht i duhet kërkosh falje publike. Ti sot ma vrave për së dyti babën. Gjaku i tij do t'ju thyj qafën ty dhe gjithë atyre që prekin te plaga që hala dhëmb.
Tahir Sinani ra dëshmor për lirinë e trojeve shqiptare, jo për parti politike. E në qoftë se nuk e njeh ti Tahir Sinanin, e njeh e gjithë shqiptaria. Ai shkoi me lavdi, po ti ç'a do lësh mbrapa? Turp për ty. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlimtare të Kosovës, detyra juaj është të mbroni të drejtat e veteranëve, të familjeve, dëshmorëve dhe vlerave të luftës dhe jo të merreni me politik në mpetkun e UÇK-s nëpërmjet kësaj organizate. Përndryshe të shpërbëheni menjëherë si grup drejtues dhe të drejtohet nga persona që ja din vlerën luftës së gjakut të dëshmorëve. Pas gati 25 vitesh nga rënia e dëshmor e babait, të përjetosh këtë poshtërim është e rëndë. Në reagimin e saj vajza duket se ka thënë gjitha në fakt, por unë do doja edhe një koment nga ana juaj. Kur ju po lexonit të deklaratë të bijës herojt me rënqethet mishit dëshmorit, me rënqethet mishit me thënë të drejtën, dhe shpesh njerëzit normal në këtë vend qenjet humane mund t'i bëjnë pyetjen vetes, a akoma ka lloj të tillë që quhen qenje humane njerëz si Taulant Balla dhe të tjerë që nxjerrin copza nga ato çfarë atyre ju intereson dhe si që ka përcaktuar në letër me shumë dhimbje për çdo shqiptar, jo vetëm për familjen e dëshmorit e herojt Tahir Sinani, atë pjesën që e ka rivra edhe një herë për së dyti, por jo më atash nga Serbia, por është vra nga vëllezët e vet. Pra nga vllai i një gjaku është vra përsëri ky dëshmor, ky hero që historia do di tjetë krenare dhe do di ta respektoj me një mirënjohje jashtëzakonisht të madhe. Por për fat të keq, dy organizata që ekzistojnë në Shqipëri, si ajo e veteranëve të luftës, edhe Komiteti Kombëtar i Veteranëve, por dhe ajo që ekziston në Kosovë, duhet me do e mos të reagojnë dhe të dalin me një deklarat që të jo të justifikojnë, por të dënojnë hapur një paqavure gjysmë deklarat e Taulant Ballës apo cili do Taulant tjetër. Këtë gjë jo në rrugë zyrtare, por as në rrugë të thjesht njerëzore nuk mund ta bëj askush. Dhe kjo është ajo pjesa për fat keq që ju e përsëritet pak më parë, që shkon në kahjen e gabuar të shqiptarëve dhe shqiptarizmës, sepse i shërben më së miri linjës serboslave që e kanë kërkuar kamoti dhe po luftojnë për të futur përçarje në mes shqiptarëve si të vetmën armë që ata të realizojnë objektivat e kahershme të tyre ndaj shqiptarëve dhe trojeve shqiptare. Është e pafalshme, është e papranueshme, është tepër e dhimbshme dhe anti-njerëzore. Është tepër e vështirë për të gjetë fjalët e duhura të reagimit pasi e bija e herojt e dëshmorit në atë letër i ka përfshirë të gjitha dhe është shumë e vështirë të gjesh fjalë të tjera, por po të ju garantoj që për çdo shqiptar të ndershëm, të ndërgjegjshëm, është dhimbje e madhe kur shikon e dëgjon gjysmë të vërteta, gjysmë lajme, gjysmë mashtrim e reagime të tilla në publik. Zoti Prenga, si e cilësoni angazhimin e shqiptarëve të Kosovës, Maqedonisë Veriut për të marrë pjesë në protestë, teksa kjo protestë, po themi, shkoi për të zvërnecit tashmë dhe ka marrë një përhapje më të gjerë kombëtare, duke qenë se dhe deviza në një farë mënyrë duket se ka të bëjë me vetë kombin. Pra, mënyra se si qeveriset Edi Rama, domethënë, po rrezikon edhe kombin shqiptar. Është krejt normale që fuqitë e mëdha nëpërmjet kongreseve të ndryshme deri tek ai funit i Londrës e Berlinit, mi fjalë vendosën dhe e ndan që Shqipëria të mos ekzistonte fare, por për fatin e mirë tonin, Austria që na mbështeti dhe mbi gjitha ish presidenti i Shtetit Bashkuar Wilson,
vendosën veton duke lënë të Shqipëri londineze që ekziston sot, por 2/3 e saj janë jashtë territorit të vendit am. Dhe detyrimisht ato janë në shtete të organizuar dhe ne nuk kemi asnjë lloj pretendimi për lëvizje kurfise, për çvendosje kufishe, për gjëra të tjera është normale, as në aspektin politik e diplomatik, por edhe të diskutimeve që bëjmë me njëri tjetrin, por ka një gjë që është e pamohueshme. Kombi nuk zhvëhet. Kombi është një, pa çka se ku jeton, e çkufi ka, e çfarë emri ka shteti ku jeton. Dhe detyrimisht që këtë kombësi askush nuk mund t'u heqë shqiptarëve. Dhe duke parë e duke qenë të orientuar gjithmonë në momentin e dur, kam bindjen që të gjithë shqiptarët, edhe ata në diasporës, duke filluar nga Australia, Zelanda e Re, për të ardhur më afër Evropës, në çdo kohë, në çdo moment, ata janë e duhet ta ndjejnë veten shqiptar, e për çdo zhvillim që ndodh në Shqipëri, në vendin e tyre, në vendlindjen e tyre, në vendin am, kam bindjen që kanë ndjeshmëri dhe mënyra e reagimit të tyre duhet të jenë të ndryshme, por kjo nuk duhet marrë si një përpjekje për të hequr të drejtën atyre për të ardhur për të marrë pjesë në një protestë. Atë protestë mund të marrin pjesë edhe turistë të vendeve të ndryshme, ka dëshirën, ka vullnetin, i bashkohet protestës dhe çfarë mund t'i themi ne? Mund t'i themi që është bashkuar në protestë për të rrëzuar qeverinë shqiptare në mënyrë që është zgjedhur në mënyrë legjitime? Jo, nuk mund ta themi. Për sa kohë ajo protestë është dhe deri tani të paktën është shfaqur në mënyrën më të qytetëruar të mundshme dhe mënyrën më demokratike të mundshme, në ata që kanë mbajtur fjalimet, edhe ata që kanë paraqitur deklarata, edhe gjithë ajo pjesë masive që ka lëvizur nëpër rrugët e Tiranës, ku e përcaktojnë pasi mbarojnë fjalimet në shëtitorën dëshmorë të kombit, asgjë nuk ka ndodhur, askush nuk është sulmuar, askush nuk është intimiduar, megjithse ka patur her pas here edhe tentativa për të futur në mesin e tyre edhe përçarje, edhe provokime, por për fatin e mirë tonin dhe të tyre, kushdo që ka marrë pjesë, ata janë kujdesur, e kanë menaxhuar me shumë delikatesë për të mos rënë pre provokimeve, atë gjë të cilën masat do ta dëshironte edhe vetë qeverisja e këtij vendi. Sepse është normale që ndryshimi i zhargonit të fjalorit që përdor Edi Rama tregon se ai është shumë i shqetësuar për këtë protestë. Sepse në të kundërt nuk do të ndryshonte qëndrimi i tij tallës nënvletësues ndaj shqiptarëve. Por tashmë ai ka kaluar, siç u përcjell edhe pak më lart, që nuk i mjafton më në shqip duke intimiduar e etiketuar e sharr shqiptarët. Por tashmë ka kaluar edhe në gjuhën e huaj, në gjuhët huaj, dhe i duket si një arritje e madhe për fatin e tij të parë të keq, por për fatin e keq dhe tonin, sepse ai deri në momentin që do të ike nga karriga e zyra e kryeministit, është kryeministi i këtij vendi dhe ne nuk mund të krenohemi me të gjitha ato reagime e veprime që kryen Edi Rama. Se i kryeministri i këtij vendi, pasi unë dhe çdo qytetar shqiptar në fund fare nëpërmjet atij i prezantohemi për sa kohë është në detyrë.